Së dyti duat të nënvizoj faktin që siç e kam thënë dhe më parë, por siç edhe kam shpjeguar në përcaktimin e prioriteteve të Ministrisë Brendshme dhe të Ministres së Brendshme, zjarfikset do të kalojnë në një nivel tërësisht tjetër vëmendje, trajtimi dhe mbështetje. Kjo do të thotë që ndër të tjera zjarfiksit do të përfshihen në formulën e rritjes pagave të forcave të armatosura, të cilat sot janë dëshmitare të një rritje të vazhdueshme dhe të qëndrueshme të pagave, me synimin që në Shqipërinë 2030 ne të kemi një forcë të armatosur të Republikës së Shqipërisë në mesataren e pagave të NATO-s, që është një synim shumë ambicioz, por plotësisht i realizueshëm. Sot kemi forcat e armatosura më të mirë paguara të rajonit, ndërkohë që kur e kemi nisur këtë proces, kishim forcat e armatosura më të keq paguara të kontinentit tonë. Dhe në këtë formulë do të fusim edhe zjarfiksit, për cilët do të bëjmë një rritje të vazhdueshme të pagës, shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme, natyrisht për të gjithë është e rëndësishme dhe domosdoshme, dhe këtu nuk dua që punonjësit e policisë pranishëm apo dhe të tjerë që na ndjekin të mendojnë se do kemi ca të nënës e ca të njerëkës, por e vërteta është që ndaj zjarfiksve kemi një borxh që nuk mund ta lëmë të thellohet, pasi ndërkohë që ata përballen me një sfidë kolosale, gjithmonë e më të madhe çdo stin vere, pagat e tyre nuk i përgjigjen lartësisë së kësaj sfide. Por nuk është vetëm çështje pagash, siç e tha ministrja, është një plan i tërë për modernizimin e mëtejshëm dhe për rritjen e kapaciteteve të gjithë trupës tonë të zjarfikseve. Dhe për këtë arsye, unë kam shumë besim që ky vit, deri në përballjen e ardhshme, do të jetë kyç për të pasur një performancë shumë më të mirë në territor, ku jo vetëm shpirti i sakrificës, jo vetëm ndjenja e fuqishme e shërbimit, që i kanë karakterizuar për hir të vërtetës të gjithë djemt, edhe ndonjë vajzë, kemi pak vajza e zjarfiksit për hir të vërtetës në këtë përballje, por edhe aftësitë teknike, mbështetja me teknologji, mbështetja me mjete, të jenë në një nivel që rritet vit pas viti. Sigurisht që është e pakrahasueshme sot me çfarë ishte kur ne kemi filluar gjitha këto përpjekje, edhe situata e mjeteve, edhe situata deri dhe situata e veshjeve. Ju kujtohet fare mirë se me çfarë niveli mbështetje në këtë aspekt kemi përballur emergjencat e viteve të para, kur mundësitë tona financiare ishin shumë të kufizuara, kur kishim shumë borxhe për të larë dhe kishim shumë gropa për të mbushur. Sot kemi dalë nga gropat. Sot nuk kemi borxhe të pravambetura për t'i larë të shkuarës së mallkuar që trashëguam, dhe sot ekonomia dhe rritja e të ardhurave na japin mundësi që të kthejmë më shumë në drejtim të atyre që i shërbejnë atë dheut në radhë parë, dhe
në rrath parë pastaj atyre që ndër shërbyset e dheut janë në frontet më të vështira dhe në frontet ku rrezikohet edhe jeta e njerëzve. Përtej zjarfiksëve dhe forcave këtu të pranishme që për hir të vërtetës kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, edhe në këtë vit të vështirë, ka qenë viti më i vështirë që kemi pasur. Edhe ka qenë viti më i vështirë edhe për Europën, edhe për gjithë vendet tona fqinje rreth e rrotull. Është e domosdoshme ajo që tha Ministri i Pushtetit Vendor, dhe kjo është një nga detyrat e tij, që të përfshihet në këtë proces përgatitje qysh tani gjithë pjesat civile në qendër dhe në territor. Ne kemi filluar të punojmë për një reformë të prefekturave, por në të njëjtën kohë kjo kërkon jo thjesht angazhimin dhe fuqizimin e mëtejshëm të kapacitetit të prefekturave, por kjo kërkon angazhimin dhe fuqizimin e mëtejshëm të kapaciteteve të bashkive dhe të njësive administrative, sepse ajo që vëmë re është që kur vjen momenti i përballjes, kur forcat zjarfikse, forcat e ndërhyrjes shpejt, të cilat duhet t'i vlerësojnë në mënyrë të veçantë për rolin që patën këtë verë, forcat e tjera ushtarake dhe policore zbresin në fush, e shikojmë që nga ana e Pushtetit Vendor, nga ana e autoriteteve dhe e forcave të organizuara në lokalitete, ka shumë konfuzion. Ka pak koordinim, ka pak qartësi, ndërkohë që siç e dinë shumë mirë disa këtu nga drejtuesit kryesor që kanë dhe një për shkak të detyrës një njohje më të thellë të mënyrës organizimit të vendeve të tjera. Po të marrim Italinë, dijenia për rolin dhe për vendin ku e ke detyrën, duke qenë një përfaqësues i forcave civile në territor, në rast fatkeqësie natyrore, është e plot qysh në ditën kur ka diell. Pra, kemi nevojë të rrisim këto kapacitete dhe kemi nevojë të forcojmë këtë koordinim.